Siç përmenda, do të kemi në qendër të vëmendjes tani më aksesorët. Kishim para pak minutash në emision edhe një vajzë që punonte aksesorë shumë bukur e tani më do të fokusohemi edhe do të tregojmë edhe me anë të fotove për ide për të qenë sa më në modë dhe me aksesorët e duhur. Apo jo, Jona? Unë desha si fillim të bëja një parantezë dhe një hyrje për sa i përket temës për të cilën e sot do të flasim. Kur flasim për aksesorë dhe për bizhuteri, desha të theksoj që kemi 3 nëndarje të mëdhaja. Pra kemi të bëjmë me bizhuteri dhe aksesorët që ne i përdorim everyday life, në jetën tonë dhe në ditën e përgjithshme. Kemi aksesorët që janë alta gjolejeria, që prodhohen nga alta moda, nga stilistët dhe nga dizajner të ndryshëm, si që prodhojnë robat, ata gjithashtu prodhojnë dhe bizhuteri. Dhe kemi nëndarjen tjetër që është e përfaqësuar nga gurët të çmuar, pra përbëhet nga diamant, rubin, safir, topaz e të tjerë me radhë. Gjithashtu në këtë kategori futen edhe perlat që janë shumë të preferuara, edhe nga zonja dhe zonjushat gjithashtu. Pra, në bazë të këtyre 3 kategorive ndahen si grupe. Pastaj, përdorimi i tyre vjen në ambiente dhe në evente të ndryshme. Zakonisht gurat e çmuar i përdorim për një evente të caktuar, siç janë darka të rëndësishme ose pritje. Kur kemi alta gjolejeria, mund ta kombinojmë edhe me jetën, edhe me ditën tonë të përditshme, kur ne kemi një event dhe ai event na lejon që të mbajmë diçka më të egzageruar, sepse janë bizhuteri të cilat bien shumë në sy edhe bëjnë shumë zhurmë. Dhe pastaj në përditshmëri na ngelet që të zgjedhim ose gjëra pak më të egzageruara në varësi të gjithmonë se çfarë neve kemi dëshirë që të veshim dhe të mbajmë, ose gjëra më fine dhe më elegante në bazë të stilit tonë të veshjes. E vërtet. Nuk duhet unë burkohë të shfaqim në ekran edhe disa prej fotove ilustruese për të kuptuar më mirë miqt edhe për pjesën e aksesorëve. Këtu kemi stilin Dolce Gabbana, përfaqësohet nga bizhuteri shumë të theksuara. Kjo është kategoria alta gjolejeria. Përfshihen këtu përdorimi shumë i theksuar i kryqit, nëse do të vëmë re, dhe gur me ngjyra të ndryshme. Kemi parasysh gjithmonë që Dolce Gabbana është frymëzuar nga tradita dhe nga ngjyrat dhe stili sicilian dhe e ka bërë dhe ka përfshirë këtë në shumë koleksione të veta, qoftë në rroba dhe në outfite, ashtu dhe në bizhuteri. Ai është një rreth për flokët apo jo, që duket e ka sjellë në një formë që duket si kurore. Po, duket si një tiara. Mund të mbahet shumë mirë edhe nëse ne kemi dëshirë që ta vendosim në një event, pa diskutim që i vendosur kështu siç është vendosur, është për një pasarel dhe për një sfilat, pra është e kombinuar bashkë me vathët dhe me varsen, por nëse ne do të duam të huazojmë vetëm një element, ndoshta vetëm tiarën, vetëm vathët apo vetëm varsen, mund të kemi parasysh që mund të kombinohet me një fustan të zi, pizza, që është me tantel, si që thuhet në Shqip, dhe do të binte shumë në sy, do të bënte figurë dhe do të ishte interesante për një event të caktuar. E vërtet, bizhu shumë të bukura, por që, si që tha dhe Jona, janë për pasarel. Ne, nëse duam të huazojmë pak nga ky stil, mund të marrim një pjesë të aksesorëve që janë në foto. Do të kalojmë tek fotoja e radhës për të komentuar aksesorë të ndryshëm të stileve të ndryshme. Këtu jemi në përditshmëri, kemi lukun edhe stilin e parë i cili është një bardhëzi dhe prandaj është kombinuar me një varse që është pak më e madhe dhe bie më shumë në sy. Por gjithsesi, duke qenë tek stili bardhëzi që është klasik, mendoj që një varse që është pak më e madhe se sa varset e tjera përditshmëri, mund të kombinohet dhe mund të qëndroj bukur në këtë stil. Ndërkohë që në foton e dytë, shohim diçka që është shumë casual, përdorimin e zinxhirit dhe gjithashtu të goldit, të ngjyrës gold, e cila kohët e fundit ka hyrë shumë në bizhuterinë e përditshme dhe përbën shumë trend. Kemi këto xhinglat e vogla që varen, të cilat i shohim shpesh edhe në varse dhe në byrzyllyk.
Modelja ka vendosur ta kombinojë me një këmishë të bardhë, që është shumë e thjeshtë, dhe nëse shohim detajet e bijuterisë e bëjnë të gjithë veshjen e saj të marrë një natyrë tjetër dhe të duket ndryshe. Dhe është shumë në harmoni. Kjo është, në fakt, kjo është një sugjerim shumë i mirë për këdo që ndihet si kur veshja është e thjeshtë, ose që po vesh të njëjtën këmishë, ose të njëjtat xhinse, ndoshta të njëjtat pantallona, për ta ndryshuar veshjen, her pas here na hyn në punë aksesorët e ndryshëm, si në këtë rast që i ka dhënë një pamje shumë më të bukur veshjes aq të thjeshtë siç është këmisha e bardhë. Do të komentojmë edhe fotot e radhës, të cilat do të kenë në qendër të vëmendjes aksesorët e ndryshëm. Kemi pasur deri tani 3 tipologji aksesorësh shumë të ndryshme. Tani të radhës janë këto Vim në përditshmëri, por stili në përditshmëri quhet layered, pasi kemi disa shtresa. Kemi nivelin e parë, nivelin e dytë dhe nivelin e tretë të varsës. Qoftë në foton e parë, ashtu edhe në foton e dytë. Por nëse shohim me vëmendje, janë varse shumë minimaliste. Pra nëse do të kemi shtresa, siç kemi në fotot ku ne po shohim, duhet të mundohemi që të kemi shtresa shumë fine dhe elegante. Dhe kështu ato qëndrojnë në harmoni dhe nuk egzagerohen me njëri tjetrin. Siç kemi folur dhe shpesh, dua të theksoj që balanca është çelësi në modë, si në bijuteri, ashtu dhe në outfit. Pra nëse neve tentojmë që të shkojmë me një bijuteri që është e egzageruar, siç pam fotot pak më parë, do të kemi parasysh që ne në veshje të jemi në outfit monokrom. Pra të mos kemi shumë zhurmë dhe ngjyra në veshje. Veshja të jetë një ngjyrë monokrom dhe pastaj mund të egzagerojmë dhe të luajmë me bijuterinë. Nëse jemi në përditshmëri, mund të vendosim gjëra të vogla me shtresa layered, siç e shohim në foto, por ama të kenë një finesë të caktuar që të qëndrojnë bukur me njëra tjetrën. Tek fotot që na shfaqen në monitor, përpost elementit të varseve, janë edhe elementet e vëdhve që janë shumë të bukura, me sa po kuptoj janë vëdh që jo domosdoshmërisht duhet të kesh... Po, nuk ka shpim në vesh dhe nuk janë piercing tradicional, por janë vëdh që ti mund t'i vendosësh dhe t'i heqësh në varësi të eventeve të caktuara. Janë praktik për personat që nuk kanë dëshirë të kenë shumë shpim ose nuk preferojnë shumë gjelpërat, është një zgjedhje shumë e mirë. Dhe kohët e fundit i kemi parë si një tendencë edhe në për filma të ndryshëm, nëse do të përmendim e të risjellim në vëmendje prapë edhe Emily in Paris, në një nga daljet e saj, ajo ka në të gjithë veshjen e saj të majt një vath shumë të madh me gur, i cili bie shumë në sy dhe është shumë interesant dhe prapë është një aksesor i kësaj natyre që mund të hiqet dhe mund të vendoset prapë. Do të qëndrojmë përsëri te këto foto sepse ka një element shumë të bukur të disa varseve. Një nga problematikat kur tentojmë që të realizojmë këtë look pra me disa varse, është që ato të ngatrohen her pas here. Po, ke shumë të drejtë. Dhe është ndonjëherë të ngatrohen me njëra tjetrën, të ngatrohen edhe me flokët dhe bëhet një rrëmuje madhe. Duken shumë të bukura nga ana estetike, por duhet ketë disa sekrete që tek materiali, që t'jenë ndoshta sa më të plota dhe të mos të bëhet ngatresa me njëra tjetrën, sepse kur janë goxha të holla, janë thjeshtësisht të ngatrueshme dhe vështirësisht të rregullueshme pastaj. Doja të theksoja këtu, që përmend edhe ti, që kemi një problematik më së shumti kur janë të përcaktuara me disa shtresa në përbërjen e tyre, pra metali i cilin e përdorim. Zakonisht kjo ngatresa ndodh shumë shpesh në bijuteri, pra që materiali nuk është as argjend as flori, duke qenë bijuteri është më i lehtë, më lehtësisht i ngatrueshëm. Metalet që janë pak më të plota kanë dhe në vetveten e tyre kanë më shumë peshë dhe është pak më e vështirë për të ngatruar. Por në bijuteri, nëse do të vëmë re kohët e fundit, një stil që është shumë i përdorur i këtyre varseve, është që kemi një varse layered me disa shtresa, të cilat duken si varse të ndryshme, por ama në pjesën fundore të saj është vetëm një kapse e cila i bashkon të treja bashk. Pra duket si kur janë disa varse, por në fakt në të vërtet është e punuar e gjitha si një varse, për të eliminuar pikërisht këtë bezdin që ti sa po përmende. Pastaj kemi dhe rastin kur zonjat ose zonjushat i kombinojnë vetë në varësi të aksesorëve që atyre u ndodhen në shtëpi, për të krijuar një stil më interesant dhe të jetë pak më mix. Tek pjesa e një stilimit të tillë të bizhuve, të aksesorëve,
do të ishte problem nëse do të miksonim ngjyrat e metalit dhe të elementeve të varëses, se ndonjëherë mund të në këto foto janë me gur të një ngjyre, po ndoshta edhe gur të ngjyrave të ndryshme. Më pëlqen shumë që e preke këtë temë, sepse dikur ka qenë një tabu që thuaj që nëse ne do të përdorim goldin, do të qëndrojmë vetëm te goldi. Gjithashtu edhe për argjendin dhe gjithashtu dhe për gold rosin. Ndërkohë që kohët e fundit shohim një kombinim të këtyre të trejave bashkë. Pra kemi layers që janë të përbëra nga ngjyra e argjendit, ngjyra e goldit ose floririt dhe gold rosit, ati floriri që tenton të shkojë drejt rozës. Dhe ky është një kombinim shumë i bukur dhe qëndron shumë mirë bashkë. Pra mund të eksperimentojmë duke i kombinuar të treja ngjyrat së bashku, jo domosdoshmërisht mund të qëndrojmë tek e njëjta palet ngjyrash për sa i përket metalit. Por gjithashtu, siç e përmend edhe ti, tek pjesa e gurëve, kohët e fundit vërejmë tendencë që gurët të jenë shumë ngjyrash. Pra nëse varësja do të jetë një tenis me shumë gurë, ai tenis mund të jetë i përbërë nga gura shumë ngjyrash dhe të formojë një lloj rainbow, po themi një lloj ylberi në të gjithë kolanën që zonja ose zonjusha do të ketë, dhe pastaj në varësi të ngjyrave që kemi te gura do mundohemi që të kombinojmë veshjen. Zakonisht gurat një ngjyrash përdoren sepse janë më safe, janë më të sigurt dhe nuk duan shumë vështirësi në kombinim. Kur kemi gura me ngjyra, duhet të kemi pak kujdes në kombinimin e tyre bashkë me outfitin ton. E vërtet. Tani është momenti të kalojmë tek fotot e radhës për të analizuar në detaj edhe ato. Asa bukur. Vërejmë një nga trendet e fundit që është vendosja e kolanës në kokë. Është një trend që është shumë stil boho, është filluar shumë nga adoleshentët, më pas është parë shumë në koncerte dhe evente të ndryshme që bëhen outdoor, dhe një nga eventet ku është vërejtur që është përdorur më shumë ka qenë edhe Coachella, që është një nga koncertet më të mëdha që njihet në të gjithë botën të muzikës. Ka filluar si një tendencë e ardhur nga festivalet dhe nga eventet caktuara, por e shohim që vajzat tani e përdorin shumë edhe për një dalje në darkë, për një vend ku ka muzikë, për ambiente që është entertaining, pra që është një ambient zbavitës. Mendoj që është një stil që i shkon moshave të caktuara, pasi kemi të bëjmë me zonjushat përgjithsisht, vjezon shumë bukur pjesën e ballit, dhe nëse do të kemi ndoshta edhe ndonjë defekt të ballit, duke qenë se kemi krijimin e modelit me shumë varëse sipër dhe me gur, ajo gjithashtu eliminon ndonjë gjë që neve mund të na bëjë të mos ndjehemi shumë rahat. Pra është një model shumë interesant që na bën të ndjehemi mirë dhe për moshat e caktuara vjen i thjeshtë dhe i aksesueshëm për të kombinuar. E vërtet, në këto foto që po shohim, duket sikur janë inspiruar edhe nga filma të ndryshëm. Qoftë filma të Bollywoodit, qoftë edhe telenovela, me qënë se duhet të thonë që tashmë telenovela nuk janë më meksikane, ka telenovela indiane. Kemi influenca të ndryshme. Kështu që janë shumë të ndikuar njerëzit edhe nga kjo pjesë, nga kinematografia, nga filmat, por edhe nga telenovelat. Nga stili indian është e vërtet, kanë huazuar shumë. Po, unë mbaj mend, kur kam qenë ndoshta adoleshent ose në fillim të adoleshencës, ka qenë një trend që u nis nga një telenovel dhe të gjitha vajzat mbanin atë aksesorë në përduar, ishte një tip varëse duar. Është një unaz që vendoset në një nga gishtat dhe lidhet në bërzylyk. Po, madje nëse do të shohim dhe fotot e fundit të Kiara Ferranjit, e shohim shpesh herë që ajo vazhdon dhe e përdor këtë stil, qoftë kur vesh diçka më klasike, po qoftë dhe në përditshmëri. Kjo sepse elemente kulturore të ndryshme shfaqen nëpërmjet filmave, telenovelave, siç thash, po, dhe përvetësohen dhe pëlqehen nga njerëz në mbar botën, si në këtë rast për shembull që u bë një aksesor shumë i pëlqyer dhe ishte sold out gjithandej. Po, shumë e vërtet. Kështu që edhe ky aksesor besoj është ndikuar pak edhe nga kjo pjesa. Po, shohim vazhdimisht që kulturat ne na ndikojnë të gjithëve, qoftë nga ana e mënyrës se si ne vishemi, qoftë në librat dhe në gjërat që ne lexojmë, qoftë në kinematografi, pra duke qenë e globalizuar bota kohët e fundit, ne marrim dhe japim dhe shkëmbejmë gjatë gjithë kohës me të gjithë botën, kështu që kemi influenca të ndryshme nga vende të ndryshme dhe mendoj që kjo është një gjë shumë e bukur, pasi ne sjellim copëza kulturash, po edhe copëza arti nga e gjithë bota.
në foto na shfaqet ky aksesor shumë interesant, shumë i bukur që tham mund të përdoret veçanërisht për festivale, një ide shumë e mirë për të gjitha vajzat që për shembull në Shqipëri organizohen festivale dhe koncerte të ndryshme dhe është vënë re që elementi i çizmeve kauboj ose i veshjeve kauboj mbizotron, por një ide tjetër mund të jetë kjo tipologji aksesori që do të bënte që ju të bënit diferencën me lookun tuaj. Po, është shumë interesante, si që përmend edhe ti, në festivalet tona, gjëja më e bukur që ne shohim kohët e fundit është mënyra se si vajzat stilohen. Shohim që përdoren shumë çizmet, shaje të lidhur, o në pjesën e bustit në formën e kanatires, o në pjesën e xhinseve të shkurtra. Shohim edhe aksesorë të ndryshëm që janë me ngjyra dhe pak të egzageruar. Gjithashtu kapelet kauboj që kombinohen me çizmet. Pra kemi një aromë edhe një frym kulturore që kohët e fundit është shumë e bukur tek ne dhe më pëlqen. Do të kalojmë tani tek foto e radhës për të analizuar elemente të tjerë, aksesorë të ndryshëm. Të shohim. Përsëri në trendet që sjell një brand i mirënjohur. Kemi versën e parë e cila përdoret për ditëshmëri, është stili snake që quhet në formën e një gjarpri, është gold dhe është e lëmuar. Shkon shumë dhe kombinohet shumë bukur me jakat V, prandaj dhe modelja e ka sjell në këtë variant. Me një jak V në ngjyrë të bardhë, është shumë interesante dhe e ardhur ashtu siç e ka sjell ajo me një crop të shkurtër, bën një lloj finese, po themi, duke qenë se cropet tentojnë që të shkojnë pak drejt sportives dhe drejt përditshmërisë, ajo e ka sjell ndryshe duke kombinuar me aksesorin. Nëse shohim foton e dytë, kemi Dolce Gabbana i cili e ka sjell të gjithë variantin në modelin frutor, pra është e kombinuar me qershiza. E gjithë vajza mban në pjesën e vatheve qershiza dhe gjithashtu në varse. Në kokë ka vendosur një trëndafil të kuq dhe e gjithë pamja tenton të fokusohet drejt bijuterisë, por gjithashtu edhe drejt fustanit, i cili është stil shumë esmeralda, do të thoja unë, pasi është i përbërë nga disa flutra dhe nga shtresa të ndryshme, qëndrojmë tek e kuqja, e cila dominon outfitin dhe kemi një kombinim të buskuqit të saj me outfitin. Pra është një veshje që për evente të caktuara mund të kombinohet dhe mund të qëndrojë shumë bukur. Ndërkohë që tek foto e fundit kemi pjesën që folëm për gurat e çmuar. Shoh që është një dominim i ngjyrës jeshile, kombinuar gjithashtu me të bardhën. Modelja ka një model të flokëve të kapur sipër për të evidentuar të gjithë lookun që ajo ka bërë me bijuteri. Që vëmendja të shkojë tëra tek bijuteritë, plot shkëlqim dhe ngjyrë që ka zgjedhur. Le t'i analizojmë edhe pak veç më veç se cilën prej vajzave dhe aksesorëve që kanë përdorur. Varsja e parë që thej që modelja ka përdorur, që e ka veshur me një crop, i ka dhënë një frym tjetër plotësisht veshjes aq të thjeshtë dhe duket se është praktike si varse, sepse ajo është bërë në këto model, por mund të sillet dhe në modelet e tjera. Pra, le të përqendrohemi pak edhe te këto aksesor që mund të vinë në forma të ndryshme. Po, në varsën e parë kemi një lloj kombinimi që vendoset e gjithë varsa duke u kombinuar dhe duke u thurur me veten e saj. Kjo është një varse që mund të qëndrojë në fakt edhe e lëshuar. Pra nëse e lëshuar ose të rrotullohet dy herë qafës. Po, besoj që ka hapësirë për të rrotulluar disa herë. Është varianti i varseve që mund ta përdorim ose mund ta veshim në 2-3 stile. Dhe kjo është një prej tyre, është e rrotulluar rreth vetes, mund të vishet si një e tërë, lishe e gjitha e lëshuar e varur, dhe siç the ti në 2 radh rreth qafës, edhe të jetë ngushtë. Por që mendoj që kombinimi varion shumë nga lloji i jakës që ne përdorim. Nëse kemi një lloj jake rrumbullake, nëse është jaka V, nëse dëshirojmë ta kombinojmë me një golf apo ndoshta edhe me një këmish. Pra, nëse do të ishte një jakë më e ngritur, besoj do të ishte më përshtatshme një rregullim ndryshe i varses, një përshtatje tjetër. Nëse do të ishte jaka më e ngushtë, mendoj që 2 radh afër qafës do të shkonin shumë. Kemi të bëjmë gjithmonë edhe me prerjen e jakave që vijnë pak katrore dhe kohët e fundit kanë dalë shumë në modë. Ose dekolteja që është e madhe, por është në formë katrore, nuk është në formë V-je. Në atë rast mund të shkonte shumë bukur edhe 2 herë rreth qafës, njësoj si në radhën
në pjesën e rrethit. Nëse do të kishim një golf, më të mbaj dhe komplet e lëshuar. E ndërkohë, e njëjta varse, kam përshtypjen do të ngjante shumë bukur nëse do të kishim një veshje me kurizin paksa të zbuluar, që t'ishte theksuar, domethënë pjesa elementi i shpinës së zhveshur, nëse mund ta themi kështu. Të ishte me një skolatur nga mbrapa. Të ishte e varur dhe rrotullimit ishte bërë nga mbrapa. Do të jetë ose një element tjetër, t'ishte bërë ndoshta një rregullim ndryshe i saj. Shohim shpesh herë trendin e përdorur që kur kemi një skolatur mbrapa të kurrizit, përdorimi i varseve kohët e fundit është shumë evident dhe ka hyrë shumë në modë. Zakonisht përdoret më shumë zinxhir dhe varse të holla, duke qenë se kemi të bëjmë me pjesën mbrapa dhe të pasme, por dhe një kombinim i kësaj varseje, nëse do të zhvendose në një skolatur të pasme, do të ishte interesant. Edhe i lidhur kështu siç është, ose do të kishim një V të madhe mbrapa, mund të shkonte dhe mund të kombinohet shumë bukur. Qoftë me një fustan të zi, që do t'ishte të rësfisht i zi, qoftë edhe me një fustan të bardhë. Po, këtë dyja qëndron bukur. Sidomos për një mbrëmje në plazh. Po. Do t'ishte fantastike. Tek një mbrëmje që do t'ishte ndoshta dhe tematika white party, pse jo? Do t'kalojmë tani tek fotot e radhës për të komentuar aksesor të mbushur me gur të shëndritshëm dhe të çmuar, patjetër. Po, foto e parë kemi një variant se si modelja e ka sjellë, që është të rësisht klasik. Kemi kapjen e flokut me topuz poshtë, që vjen shumë klasik, kombinuar gjithashtu me të kuqin që e njohim të gjithë, dhe pastaj pjesa e fustanit është një lloj fustani që është bust, por është bust me prerje sipër, dhe është i gjithë i zi dhe ka vetëm temina në të njëjtën ngjyrë. Pra, fokusi edhe këtu tentohet që t'i jepet bizhuterisë. Kemi dy unaza që janë meçi dhe janë të njëjta dhe kombinohen me njëra tjetrën. Të gjitha aksesorët e përdorur janë meçi, janë të përshtatura me njëra tjetrën. Në të njëjtin gur, pra është i njëjti gur. Po. Njëta dizajna. Është i njëjti gur dhe formë i përdorur për vathët, për varsen, gjithashtu edhe për unazat që modelja mban. Nëse do të shohim një detaj tjetër, thonjtë e saj janë të punuar në ngjyrën nude. Pra, kjo do të thotë që fokusi asaj ka dashur që të jetë bijuteria, nuk ka dashur që të ngarkohet shumë tek pjesa e stilimit të duarve, më shumë se sa thjesht e unazave. Por është një kombinim që qëndron mirë dhe është në harmoni i gjithi, duke qenë se është i njëjti gur i përdorur. Nëse do të kishim miksi me gurash, do të bëhej pak si një rrëmuj organizuar. Por e mbajtur kështu siç është, mendoj që është në një harmoni të plotë. E ndërkohë është edhe modelja tjetër, e cila është me varse tenis të ndryshme. Kemi kombinim, kemi kombinimin e disa varseve tenis të cilat kanë gura të ndryshëm. Pra kemi gurin katror, gurin rrethor, që është pak më i madh, kemi ato që vjen si pikloti dhe rrethor prap në dy formate të ndryshme. Është një kombinim i guximshëm. Romb. Po, si romb. Është një kombinim i guximshëm, por është një kombinim që qëndron bukur sepse nuk është kombinuar me ngjyra të tepruara ose me ngjyra të shumta. Pra kemi qëndruar tek e njëjta ngjyrë gurash, qoftë tek byrzylykut, qoftë dhe tek unaza e vogël, nëse e shihni që ka vendosur tek gishti i vogël i saj. Pra jemi në një palet ngjyrash. Duhet të themi, si në modelin e parë, si në modelin e dytë, kombinime të kushtueshme. Po. Sepse këto tipologji bizhush janë ndër më të shtrenjtat. Dhe normalisht për personat të tjerë ndoshta vetëm një prej varseve do të mjaftonte për të tërhequr vëmendjen. Por ka persona që duan ta bëjnë atë tërheqjen e vëmendjes në mënyrën maksimale të mundshme. Duket pak sikur vajza në foton e dytë ka vendosur të gjithë syrtarin e saj të bizhuve dhe aksesorëve në qafën e saj, por faktikisht duket bukur. I shkon, sepse gjithashtu dhe vajza këtu ka përdorur një skolatur të madhe përpara, dhe nëse e vëm re, ka tentuar që t'i mbajtë të gjitha tek ngjyra gold, duke qenë se e ka sjell me një variantë një bluze me skolatur në portokalli, kështu që në paletën e ngjyrave është e kombinuar shumë mirë. Kalojmë tek analizimi i fotove të radhës. Përsëri do t'jemi me aksesor të çmueshëm, shumë të shtrenjtë, por
që normalisht tërheqin shumë vëmendje dhe kthejnë çdo kokë? Tek foto e parë kemi një kombinim të aksesorëve që vjen gjithashtu me kapelet e vogla të stilit royal, pra mbretëror, e cila është e kombinuar me tylin që vjen pak si për syrit. Pra është një veshje të rësisht klasike, fustani është i zi klasik, gjithashtu dhe kapelja, dhe i gjithë fokusi këtu është të bijuteria, por edhe të pjesa e sipërme, pasi edhe kapelja luan një rol shumë të rëndësishëm në outfit dhe ndikon në mënyrën se si shfaqet modelja këtu. Duket sikur varsja është bërë njësh me fustanin, dhe është pak sa vështirë të kuptohet nëse është vazhdimi fustanit, pasi është pjesërisht si për fustanit dhe pjesa tjetër tek pjesa e kraharorit. Dhe nuk parandodh për aksesorët dhe bijut që të jenë ose të jenë në formë të tillë, ose janë tek pjesa e lëkurës, ose janë në golfe, ose në... Po, kjo është një varsje e punuar me shumë gur dhe është tërësisht e zgjatur vetë, pra nuk është pjesë e fustanit, dua që ta theksoj këtë. Duke qenë se ka ardhur varsja dhe aksesori në këtë formë, mendoj që stilisti ka vendosur që pjesa e fustanit të jetë me një buzë të lartë dhe sipër, pra që të krijojë këtë vendosjen e të gjithë gurëve bazik dhe të mëdhenj në pjesën e zezë, sepse po ta shohim janë vendosur të gjithë gurët e mëdhenj tek pjesa e zezë e fustanit dhe në këtë mënyrë bien më shumë në sy pasi është e zeza poshtë dhe bën një kontrast shumë të bukur me ngjyrën e fustanit. Dhe më pas gurët që janë më të vegjël janë vendosur te pjesa e sipërme e skolaturës, që vajza poshtë ka lëkurën e saj dhe që duket edhe përputhet shumë mirë pasi ka një karnixhone të errët dhe ato bëjnë shumë figurë dhe bien shumë në sy. E vërtet. E ndërkohë kalojmë edhe tek fotoja tjetër, bashkangjitur asaj që komentuam. Jo, regjia në fakt edhe pak foton që po ndiqnim, ku shfaqej modelja me aksesorët, ku dukshëm ishin janë të ndryshme në formën e tyre, në dizenjat e tyre. Tu kemi një kombinim mix, sepse kemi të kombinuar me një flok dëbore unazën dhe gjithashtu bafët. Pastaj më pas tek pjesa e poshtme është një kombinim që gurët nuk janë të lidhur me unazën dhe me bafët. Pra janë gurë të ndryshëm. A nuk është pak e tepruar për shkak në këtë rast? Unë mendoj që rasti konkret është i përshtatshëm më shumë për një photoshooting. Nuk mendoj që është i përshtatshëm për një dalje publike. Ose ndoshta, siç tham, neve mund t'i copëzojmë këto aksesor. Pra ai që i marketon dizajneri mund t'i sjellë dhe bashkë, se janë pak më të egzageruara, por ne mund të përdorim vetëm bafët, vetëm unazën ose vetëm varsën. Do të kalojmë tek fotot e radhës. Vazhdojmë që ndrojmë ke Dolce Gabbana. Kemi aksesorin e kokës, i cili është shumë specifik dhe është i përbërë nga lule shumë ngjyrshe dhe gura të ndryshëm. Kemi tipologji gurash që janë të çmuar, kemi një naturalitet në kombinimin e tyre, pasi janë të gjitha ngjyrat bashkë, por që ndrojnë shumë bukur me njëra tjetrën, pra nuk janë në rrëmuj. Ka një emërtim për këtë aksesorin që është vënë tek pjesa e kokës? Këto quhen aksesor koke, nuk mund ta quajmë ndryshe pasi as nuk është një tiara, sepse nuk ka një dalje, as nuk është një rreth, kështu që e qëndrojmë tek pjesa e aksesorit të kokës. Janë zakonisht të dizenjuara nga stilistët, duke qenë dhe në alta joielleria, siç e tham dhe më përpara, kështu që është stilisti që dizenjon edhe veshjen dhe bijuterinë, por është diçka që është shumë tipike edhe shumë specifike, nëse do ta quajmë kështu, e Dolce Gabbanës, përdorimi i shumë luleve, i shumë ngjyrave që qëndrojnë shumë bukur të gjitha bashkë. Analizojmë edhe foton e dytë tek modelja që ka elementin e lules. Po. Është një lule që vjen shumë e butë, shumë fine, pasi e kemi të ngjyrat e lehta të pastelit në përvath, qëndrojmë tek pasteli rozës dhe vjen i kombinuar me të bardhën. Kemi dhe pak detaje nga goldi në përgurë dhe në gurë të bardhë gjithashtu. Është e njëjta lule që qëndron në qendër të varsës me të njëjtën ngjyrë dhe më pas ansoret e saj vijnë njësoj, por në ngjyrën bëqelli, kombinuar kjo gjithashtu me gjethet që janë në atë jeshilën tradicionale, të themi, të ngjyrës së luleve.
Është një kombinim që është i ngarkuar, por po ta shohim ka shumë harmoni brenda vetes. Pasi edhe në pjesën e fustanit kemi një fustan që është me një dantel shumë të bukur organze si ngjyrë dhe vjen me detaje shumë fine të vendosura vetëm me perla tek pjesa e sipërme e tij. Pra është e ngarkuar, por është në harmoni. Gjithashtu do të shohim këtu që dhe tiparet e vajzës janë kombinuar me varsën, pasi kemi një make-up. Tani në fakt. Është një make-up i bërë i gjithi me tonalitetet e rozës që ka lulja dhe më pas sytë e saj janë në një bëqelli shumë të bukur që varsja i vë akoma më shumë në pa. Në fakt, me që se përmënde pjesën e make-upit, duhet thënë që sa bukur janë miksuar. Në foton e dytë, make-upi është shumë natural dhe i bashkohet elementit të natyrës që vjen në lullet e varses dhe të vëdhve. Në foton e parë, që duket një look më mbretëror, nëse mund të them, make-upi është më i ngarkuar. Më ndryshe, po. Të analizojmë edhe fotot e fundit kam përshtypjen duhet janë? Po, kemi foton e parë, e cila është e vendosur tek pjesa e frutave prap, edhe të luleve. Në foton e parë kemi lule të ndryshme të vogla ngjyrë të kuqe dhe pjesën e rjetës në fytyrë dhe gjithashtu një lule shumë të madhe në kokë të egzageruar e cila lidhet me rjetën. Qëndrojmë tek stili Dolce Gabbanës, dominon e kuqja, e zeza dhe pjesa floreale është pak më e qelët. Ndërkohë që tek foto e dytë dominojnë luleshtrydhet dhe mjedrat. Kemi një look të stilit tipik Dolce Gabbana, është e ngarkuar pjesa e aksesorëve dhe më pas pjesa e make-upit, nëse do të shohim, është thjesht një vijimësi e aksesorëve, pasi edhe të kuqja në buzës e kemi në të njëjtën ngjyrë që janë aksesorët dhe kemi një panel shumë fin dhe shumë elegant tek pjesa e syve, i cili kombinohet me modelin e topuzit të kapur të flokëve poshtë klasik që vajza mban. Faleminderit e Jona, sot folëm për bizhut aksesorët dhe nuk ishte si të mungonte Dolce Gabbana me na imbizotroj këtë hapësirë kaq interesante e kaq të bukur. Të falenderoj. Faleminderit juve. Përsëri në hapësirat e radhës në jetën e. Dova se do thoje që nuk mund mungonte Jona pa bizhut edhe pa të gjitha aksesorët. Jona i ka qëndruar fiks rubrikës që bashkë prezantuar. Jona, faleminderit. Ne kemi pritur në fund të programit edhe vim për të bërë mbylljen tani për t'ju lënë takim nesër në orën 10:30 në ekranin e RTSH HD. Miq, mos harroni të na ndiqni çdo ditë siç Iva tha në ato orar, po ndërkohë mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale. Për çdo që mund ketë humbur ndonjë nga hapësirat tona, ndonjë nga rubrikat tona, mund të na gjenit në YouTube te kanali i Radio Televizionit Shqiptar, gjithashtu dhe në Instagram për të parë disa prej pjesëve më pikante. Na ndiqni me këtë rast edhe. Ne jemi çdo ditë në transmetimin ton live, jemi gjithashtu edhe në kanalin zyrtar të YouTube-it në një transmetim në live stream për të gjithë ata që nuk ndodhen në shtëpi, në ekran për të na ndjekur aty. Gjithashtu mund të na kontaktoni në rrjetet sociale nëse doni të bëni pjesë e rubrikave tona të ndryshme në EATN. Jeni të ftuar të gjithë, ne jemi në EATN në Instagram, por gjithashtu ju e dini edhe se ku ndodhet Radio Televizioni Shqiptar, dera jonë është e hapur dhe ju mirëpresim. Ndërkohë që vijoni të qëndroni në shoqërinë e RTSH HD, sepse në orën 14 do të vi moderatorja Fjodora Fjora dhe programi i saj Çasti i Duhur. Do të shihemi nesër në orën 10:30. Deri atëherë, kalofshi bukur.